Rama është i egërsuar, apo bën një presion dhe prandaj bëri këtë mbledhje. Kjo mbledhje është vazhda e presioneve që Rama kërkon, apo testeve që Rama kërkon të bëj me deputetët dhe ministrat e tij. Vërteton atë që ju kam thënë që Rama nuk e çon dot Belinda Ballukun apo çdo person tjetër në seancë plenare për të mbrojtur imunitetin, pasi e di shumë mirë që ai vërtet ka 83 mandate, ashtu siç kam theksuar. Ka 83 mandate, por nuk e bën shumicën absolute për të mbrojtur, domethënë imunitetin e çdo lloj deputeti. Dhe ky është testi që Rama ka dhe për veten e tij. Nuk e ka vetëm për këtë, ai po bën testin. Me këta dhe duke u bërë presion, kam thënë që Rama do bëj presion nëpërmjet dosjeve që ata kanë, firmave që kanë hedhur, apo gjithë veprimet e palishme që ata kanë bërë dhe pse i kanë bërë me urdhër të Ramës. Dhe tashmë i ndodhur përballë një presioni ndërkombëtar. Do ta quaj ndërkombëtar për vetëm në arsye jo vetëm i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por edhe i Europës. Tashmë ju e shihni që Pretarja e BE van der Leyen Presidenti e Komisionit Evropian van der Leyen. Van der Leyen nuk shfaqet më nëpër media, nëse e keni parë. Po. Ashtu si nuk shfaqet as Mërçi, edhe Macroni është i fshehur. Të gjithë kupola e Europës është e fshehur për një arsye të thjeshtë, sepse unë kam thënë Trumpi ka një dosje që e cilësoj si dosje e kuqe, ku janë përfshirë të gjithë kupola e Këshillit të Europës apo e Bashkimit Evropian në aferat që kanë bërë, në marrëveshjet që kanë bërë dhe në gjuhën që kanë folur kundër Trumpit. Është një dosje e cila nëse Trumpi do ta nxjerrë këtë dosje, do ta publikojë, do ketë një tronditje mjaft madhe në Europë. Pra pas Nicolas Maduros, Donald Trump do merret edhe me liderët e Europës tashmë. Jo, ai është duke u marrë me liderët e Europës, pavarësisht nga ajo veprimi që bëri me Maduro, me liderët e Europës është më përpara se sa Maduron. Ka jo më kot vuri atë 25% e taksës të çdo makine gjermane që do futet në Amerikë. Dhe tashmë po krijon atë politikën ekonomike dhe duhet ta shohim me kujdes pak edhe lëvizjet që bën Trumpi, qoftë edhe për NATO-n, qoftë edhe për këto, sepse ka kërkuar ai 5% që ju vu si tarif për NATO-n. Mos harroni se nuk është asgjë më shumë, është thjesht ai borxhi që Europa i ka Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket mbrojtjes, sepse gjithë Europa mbrojtjen e ka pas thjesht tek Shtetet Bashkuara të Amerikës. NATO është emri, por kryetari NATO-s dhe gjithë shpenzimet janë bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai sinjal që dha dhe me Maduron, tashmë të kthehemi te Maduro, që dha te Maduro, domethënë ishte borxhi që Venezuela i ka Amerikës, borxhi pa kthyer. Nga ky borxhi pa kthyer është edhe në Europë. Do ta kuptojmë drejt që është edhe në Europë. Dhe prandaj tashmë qoftë Van der Leyen, qoftë të tjerët nuk dalin dot para Komisionit Evropian të shpjegojnë sepse janë fshehur ku janë. Dhe nëse ju kujtohet, Meloni bëri një deklaratë ku tha që unë do t'i nxjerr të gjitha çfarë atë që tha Orbani në atë mbledhje ku ishin, që i rreshtoi aferat e tyre. Meloni e përforcoi akoma më tepër kur tha unë do t'i nxjerr, sepse edhe Meloni i ka ato, nuk është se nuk i ka. I ka dhe Meloni, se ka qenë edhe ajo e përfshirë në atë flitet në periudhën e Covidit, tek çështja e Covidit, koha e Covidit janë bërë gjithë maskaralliqet e këtyre me Pfizerat e me këto. Me tendera që bënin për këtë. Tu është i përfshirë edhe kryeministri patjetër. Është i përfshirë për një arsye të thjeshtë, kur në atë kohë kur Rama ka fluturuar në kohën e pandemisë, unë deklarova se për çfarë shkoi në fund të pistës, në atë kohë ka bërë një takim me Alex Sorosin, dhe çka ka pas avioni brenda, sepse ka hik me thas. Pas kanë gjën ata çka ka shkuar Rama në atë kohë. Dhe jo më kot FBI
FBI-a është futur në hetim të fluturimeve që ka bërë Rama qoftë brenda komunitetit evropian, por qoftë edhe jashtë komunitetin evropian, siç është Azerbajxhani e disa vende të tjera që Rama ka fluturuar edhe me personelin që ka pas me vete. Kështu që e gjithë kjo lojë është për të parandaluar tashmë atë barrierën e fundit që Rama ka. Unë kam thënë Rama përdor parlamentin si barrierë e fundit për të bërë blokadë pagut apo drejtësisë. Kështu që kjo mbledhje pikërisht ishte për këtë, për të testuar edhe një herë, sepse ka bërë para një jave apo 10 ditësh ka bërë një sondazh brenda Partisë Socialiste, ku 34% e antarësisë Partisë Socialiste rezulton se e pëlqen themi Ramën si kryetar apo si kryeministër bashkë se një post është. Nësa pjesa tjetër nuk e do, dhe këtë ai e ka shumë të qartë, ka shumë të lexueshme. Plus tashmë ndjen atë erën, mos harro se vjen davasi, Rama po bën përpjekje mjaft të mëdha duke lobuar, ka qysh në momentin që ka ardhur Trumpi deri më sot ai ka harxuar milionat, dhe për të janë gjë milionat, po për të bërë lobime për të takuar Trump. Në një shkrim timin unë e kam cilësuar lobimin që Rama ka filluar të nisi me këtë Bering, vazhdoi me kompaninë izraelite, dhe të gjitha janë ato pengesa që Rama ka hasur në administratën e Trumpit. E kam cilësuar biles edhe me emër, e kam përmendur disa herë, sepse është Suzi ajo që nuk e lejon, domethënë është bërë barikadë, është shefja e kabinetit, por një nga njerëzit më të besueshëm dhe më të afërt të Trumpit, pavarësisht se nuk shfaqet nëpër media apo nuk shfaqet nëpër vende të tjera. Ajo është personi i cili e ka bërë blokadë. Themi Rama e shef atë muin më të pakalueshëm për të kapërcyer këtë Trumpi, pavarësisht se ai gjithmonë është munduar, e qoftë edhe nëpërmjet familjarë, siç ishte rasti Kushnerit, por ajo i qëndroi gjithmonë atë që Ramës në fund vit janë mbyllur gjithë letrat. Janë mbyllur letrat për një arsye të thjeshtë, sepse Rama, mos harrojmë, doli vendimi i 90 ditor për Ballkanin Perëndimor, dhe këtu kemi Ballkani Perëndimor. Pse Trumpi nxori këtë vendim për Ballkanin Perëndimor, sepse do shihni që në programin e BE-s është që Ballkani Perëndimor të varfërohet dhe të kthehet në një kamp refugjatësh, Dhe këtë mund ta vërtetoj vetëm me deklarimin që Rama bëri, që tha do ngrejmë 20 kampe refugjatësh në Shqipëri. Kështu që Trumpi doli me programin tjetër në ditë Ballkanin Perëndimor, për pastrimin e Ballkanit Perëndimor. Dhe këtu ishte tashmë Rama këtu e ndjeu atë fortën themi edhe të Komisionit Energjetikës të Europës, e cila edhe ajo një bomb tjetër për Ramën, apo raporti FMN-s, i cili realisht më ngjan njësoj, unë kam deklaruar dhe më ngjan njësoj si raporti i FMN-s i 96, pra para firmave piramidale. Dhe ajo që ishte pastaj përmbyllësja, që Rama nuk e priste, ishte largimi apo me datë 25, kur Kushneri sjell letrën Ramës për pezullimin e projektit të Sazanit. Kështu që Rama të gjitha këto i di shumë mirë, por ai vazhdon të jetë portavoce e Sorosit në Europë. Dhe këtë lloj portavoce Rama e përdori edhe në takimin e fundit që bëri me kompaninë për inaugurimin e projektit të kompanisë amerikane, kur e dërguar e ambasadës nuk e dinte, sepse ky nuk e kishte lajmëruar që do ishte prezent, biles nuk e kishte thënë fare që do ishte prezent, dhe luajti bllofin e fundit, erdhin sekondat e fundit në atë takim, dhe për të bërë atë takimin me ambasadoren, por gjeti një njeri i cili më tepër ne duke si akullnajn atë, dhe pas këtij takimi
sa i lujti edhe blofin duke ullë edhe Belinda Balluku në krah. Po, do shkojmë tek ajo pikë, por të mbetemi një moment të mbledhja e grupit parlamentar ditës sotme ku Edi Rama paralajmëroi qoftë ministrat, qoftë deputetët se ata do duhet të dalin sërish në terren dhe të dalin përballë shqiptarëve në fund të 2027-s. Çfarë kërkon të thoshte Edi Rama në këtë rast? Nga po e ndjen presionin që cakton data të tilla dhe kërkon një riangazhim me elektoratin? Rama në data 2027 Rama mendon se do të jetë akoma, dhe pretendon që të jetë akoma kryeministri i këtij vendi, pasi mos harroni se në 2027 bëhet samiti i NATO-s në Shqipëri, patjetër që do jetë prezent Trumpi, dhe ai mendon se do të jetë pritësi i këtij samiti, organizatori dhe pritësi i këtij samitit, por mos harrojmë se në samitin paraardhës, ku ky u caktua, domethënë se kryeministri u caktua që do jetë Shqipëria vendi mikpritës, dhe në atë takim Trumpi as nuk e pa me sy, jo më të takonte, ishte rast unikal domethënë që të shpallet një vendi organizator dhe njerëzit ose kryetari i NATO-s mos ta takoj. Kështu që Rama tashmë kërkon të shfaqsohet dhe të bëj atë, të vazhdoj atë propagandën e tij për sa i përket të gjithë dështimeve që janë bërë të një pasnjëshme, qoftë tek rrugët, qoftë tek përmbytja që ndodhi, dhe tashmë Rama, ajo që unë e kam thënë, politika amerikane nëpërmjet edhe politikës së SPAK-ut ka bërë atë që e ka zhveshur Ramën ditë pas dite e ka zhveshur. Pra qoftë edhe me ato arrestimet që njerëzit i kanë quajtur të dorës dytë apo dorës tretë, derisa arriti tek Balluku, te zëvendësja e tij domethënë, ku ai për Balluku nuk ka thënë kurrë që nuk ka hëngër dardha siç ka thënë për tjerët, por e ndjen domethënë atë frikën e ndëshkimit të tij, domethënë ndjen atë peshën që po i afrohet. Unë kam thënë Rama duhet të zgjedhë, do jetë në Amerikë apo në Shqipëri, ku do e bëj burgun, se ai nuk i shpëton drejtësisë. Në mënyrë absolute ai nuk i shpëton drejtësisë. Por një nga presionet, po e u ritheksoj, një nga presionet që Rama bën dhe në atë takim, gjuha që Rama flet dhe foli në atë takim, ishte presioni për t'i bërë presion. Thash, qoftë deputetëve, qoftë edhe ministrave, për të dalë në terren, pra jeni ju fajtorë dhe nesër ju, kur vinë në radhë në parlament për të heqë imunitetin, ju duhet ngrini kartonin për ta mbrojtur imunitetin. Këtu është gjithë, pra jeni të gjithë fajtorë. Tani, duke qenë gjithë fajtorë, ne duhet të mbrohemi. Si do mbrohemi? Duke mos i hequr imunitetin, se Rama e di shumë mirë tashmë që gjykata kushtetuese pas takimit të dieshëm me të dërguarën e ambasadës amerikane, jeni të bindur që ajo gjykat nuk do guxoj më të marrë ato lloj vendimi që ka marrë. Jeni të bindur, dhe ai tashmë i ka ngelur e vetmja armë që Rama ka në dorë dhe e komandon deri tani. E komandon, po nga pikpamja e jashtme e komandon, sepse kur vi punat e vota, jeni të bindur që asnjëri nuk do guxoj aty që ta ngrej kartonin kundër heqjes imunitetit të Belinda Ballukut apo çdo lloj njeriu që do vinë për të kërkuar heqja e imunitetit në atë sallë.